Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Enciklopedi Mjekësore, është takimi jonë i radhës dhe sot jemi në një klinikë së bashku me doktoresh Albana Çukun, e cila është mjeke otorinolaringologe. Doktoresh, faleminderit që na keni mikpritur sot në ambientet e punës suaj. Sigurisht ka shumë rëndësi të ndajmë disa momente informimi edhe me ata që na ndjekin përmes YouTube-it ton apo edhe rrjeteve sociale, përmes kanaleve televizive. Patjetër që ka rëndësi ato këshillat i përçoni akoma më tej se sa me pacientët tuaj në përditshmërinë. Faleminderit dhe unë i përgëzoj për emisionin tuaj. Sot kemi zgjedhur të flasim së bashku për deviacionin e septumit. Fillimisht do doja ta shpjegonim se çfarë është. Deviacioni i septumit është zhvendosja e perdës së hundës nga vija e mesit. Vetë perdja e hundës ka një funksion shumë të rëndësishëm tek pjesa e funksionit që bën në fakt hunda, që nuk është vetëm një pjesë në fytyrë që bën harmonizimin e tipareve, por ka një funksion shumë të rëndësishëm që është funksioni i frymëmarrjes. Dhe ky septum bën një ndarje në dy pjesë të barabarta të kavitetit të hundës. Nëse nuk do të kishte këtë septum, hunda atëherë do të bënte një qarkullim të parregullt të ajrit, sepse ajri është në kontakt me hundën, është pika e parë e kontaktit të sistemit respirator, futet, lagështohet, ngrohet, pastrohet nga ato grimcat e dëmshme për organizmin dhe pastaj bëhet gati për të zbritur në sistemin e poshtëm respirator. Kështu që ky septum, përveçse asaj ndarjes në mes, ka dhe këtë funksionin tjetër që bën rregullimin e respiracionit, pra rregullimin e të gjithë funksionit që ajri futet në brendësi. Dhe doja të shtoj diçka që septumi gjithashtu ndikon shumë dhe tek forma e hundës. Pra tek pjesa e asimetrive të jashtme që mund të ketë, pra septumi ka një funksion të mbështetjes së hundës. Doktoresh, në lidhje me këtë që ju po thonit, a duket me sy të lirë dikush mund ta kuptoj fare mirë duke e parë veten në pasqyrë, apo edhe ne fare mirë mund të kuptojmë dikë që ka një deviacion të septumit? Nëse deviacioni së mos është i përparë, patjetër është shumë e dukshme. Dikush që del para pasqyrës e kupton që apo kur bën fotografi dhe më vonë shikon fotografitë dhe shikon që ka një deviacion. Dhe pjesa e përparme pastaj mund të sjellë dhe simptoma të tjera, të cilat përveç se pamjes së jashtme mund të japin edhe shqetësime gjatë aktivitetit të tyre të përditshëm. Cilat janë këto simptoma? Simptomat më kryesore të një deviacioni të septumit janë vështirësia në frymëmarrje, sidomos gjatë aktivitetit të sfocuar gjatë ditës, apo gjatë gjumit, kur bie në qetësi, trupi ka shumë rëndësi një devijim kur është qoftë i përparëm, qoftë i pasëm, mund të japi probleme me frymëmarrjen, pra detyron të zgjohen nga gjumi, të bëjnë atë apne nokturne që ne e quajmë, atë frymëmarrjen e vështirësuar me gërhitje të shoqëruar pas herës, ato që i shoqërojnë natën mund të thonë që gërhet jashtë mase më shqetëson pjesa e gërhitjes gjatë gjumit. Pra kjo është një nga simptomat kryesore. Simptom tjetër është infeksionet të shpeshta të sinuseve. Mund të shoqërohet me rinosinuzite kronike apo rinosinuzite akute, të cilat e detyrojnë dhe të marrë antibiotik herë pas hershëm gjatë vitit. Një tjetër simptom është në vendin ku ka deviacion, enët e gjakut mund të jenë më shumë të ekspozuara dhe këto individ bëjnë epistaksis, se quajmë ne, ose hemorragji nga hunda, e cila mund të bëhet e bezisur, sepse qoftë edhe një gërvishtje e lehtë e septumit mund të shkaktojë, apo një viroz mund të shkaktojë një hemorragji nga hunda dhe detyron të shkojë pra një urgjencë për të menaxhuar situatën. Pra bëhet pak e bezisur për pacientin. Një simptom tjetër është otitet media me efuzion, i quajmë ne, sepse hunda është e lidhur me veshë nëpërmjet tubit të eustakut, që ka një funksion të aerosjes së veshit të mesëm, ku janë dhe kockat e dëgjimit. Në rast se ka deviacion, nuk bëhet aerosja e mirë e këtij kavitetit të veshit të mesëm dhe mund të shkaktohet infeksion otit media me efuzion që e detyron pacientin po ashtu të marrë her pas here antibiotik dhe mund të ketë dëmtime dhe të dëgjimit. Kështu që patjetër simptomat janë të shumta edhe problematikat më pas sigurisht janë të dukshme. Por sa e vlerësojnë doktoresh këtë? A shikojnë vetëm nga ana estetike kur ju drejtojnë apo edhe nga ana funksionale? Sigurisht që tek mjeku ORL paraqiten për pjesën e frymëmarrjes që i shqetëson gjatë aktivitetit të tyre, por ka raste që kur vim për pjesën e frymëmarrjes thonë pse jo të bëjmë edhe ndonjë ndryshim estetik. Unë doja të cilësoja që një septum
i devijuar, patjetër që nga jashtë ka një hund me asimetri, që ka një hund me një kuriz pak të ngritur, apo me pjesën alareve me probleme. Pra, si kur e thash në fillim, septumi e modulon pjesën e hundës edhe nëse septumi është devijuar, patjetër që dhe nga jashtë ka probleme. Shumë të rralla janë rastet kur septumi i devijuar nuk shkakton probleme të pjesës estetike në anën e jashtme të hundës. Sa i gjerë është ky problem? Pra, sa shumë njerëz preken nga ky problem? Në fakt, përqindja është 70 deri në 80% e popullatës. Rrallë herë në popullatën adulte gjejmë individ me septum të drejtë. Po pse ndodh kjo? Kjo ka disa shkaqe. Një nga shkaqet është traumat faciale që ne mund të marrim gjatë fëmijërisë apo që në momentin që lindim. Pra, shtypja e kockave të kafkës mund të shkaktojë një disproporcion në rritje pastaj në vazhdimsi, duke u rritur drejt zgavrës së hundës, kocka e vomerit që është mbrapa septumit mund të shty pjesën e septumit dhe kjo e shkakton deviacionin. Pra, një është traumat. Mund të jetë predispozit e gjenetike e vetë... Ka rastet të tilla? Po, ka dhe rastet të tilla. Kështu që një përqindje kaq e madhe është përqindje shumë e madhe, por ka shumë pacientë në fakt që nuk e dinë që e kanë deviacionin e septumit. Pra, ka dhe simptomatik? Sepse ka raste që është i kompensuar, e quajmë ne. Do të thotë që organizmi ende nuk e ndjen atë vështirësinë e theksuar në frymëmarrje. Sepse ka dhe pacientë që vinë, më thonë, doktoresha, unë dua ta bëj tani ndërhyrjen e septoplastikës, sepse nuk mundem dot më. Gjithë kohës në aktivitet, kur bëj palestër detyrohem të marr frymë me gojë hapur, gjatë natës bëj zime të shpeshta. Kjo zime të shpeshtë i lodh gjatë aktivitetit të përditshëm, nuk janë të përqendruar. Pra, u prish edhe infeksionet e shpeshta. Infeksionet, plus që nëse një pacient për apne nokturne, dua të cilësoja edhe pjesën e sindromit metabolik. Shumë nga këto pacientë bëhen obez, duke qenë se nuk arrin dot të shlodhen gjatë natës. Për gjumin, e kompensojmë të pjesën e gjumit me të ngrënin dhe sigurisht që fillon dhe obeziteti, fillon sëmundje kronike, hipertensioni, mund të ketë dhimbje të vazhdueshme të kokës. Pra, të gjitha këto janë të hyrafashme. Pra, ka edhe të bëjmë me dhimbjen e kokës, mund ta lidhin shpeshherë edhe me këtë simptomë. Duke dashur të referohem kësaj, me qenë se thatë doktoresha edhe që në fëmijëri, që në lindje, sa shpesh është kjo dhe që në lindje dhe sa mund të ndërmarrim ne për të vepruar, për të bërë diçka që mos të shkojmë tutje problematika e caktuar dhe simptomat e janë që në moshë të hershme? Simptomat mund të fillojnë që në moshë të hershme, 4% e lindjeve të fëmijëve mund të jenë të prekura nga kjo deviacioni i septumit, por ka një moshë kohore që ne realisht pastaj marrim vendime, sepse deri në moshën 17 vjeç për femrat dhe 18 vjeç për meshkujt, ne nuk marrim asnjë lloj mase për të korrigjuar septumin, sepse akoma nuk ka mbaruar rritja dhe akoma nuk është formuar komplet pjesa e kafkës individëve. Kështu që deri në 17 vjeç për femrat dhe 18 vjeç për meshkujt është ajo mosha që ne presim për zhvillimin e simptomave të plota. E shikojmë nëse fëmia ka vështirësi në frymëmarrje apo ka ato tendencë për të bërë infeksione të herpashershme të sinuseve. Duke u konsultuar dhe me prindin, kemi pas raste që kemi futur për shembull pacient të 16 vjeç. Unë kam pas rast një futbollist, sepse nuk arrinte do të bënte atë kohën e dur për vrapimin, vetëm për deviacionit të septumit që kishte, kështu që ka shumë rëndësi. Mënyra diagnostikuese përveç simptomave, po besoj ka një formë më specifike për ta diagnostikuar. Diagnostikimi bëhet me renoskopi anteriore, ne bëjmë rutinë, pjesa e eksplorimit të kavitetit nazal për të parë se çfarë e ka sjellë këtë vështirësi në frymëmarrje. Gjithashtu, nëse ka dhe komplikacione të tjera, për shembull si janë rinosinuzitet apo shfaqja e polipozave nazale në rastin kur bëhen shumë kronike pjesa e infeksioneve, atëherë kërkojmë një CT scan. Dhe këtu e marrim komplet tablon për pjesën e informacionit se çfarë patologjie kemi. Dhe të vijë me trajtimin. Çfarë trajtimi? Në varësi të vendosjes së diagnozës, sigurisht më pas edhe merret vendimi është për të bërë një trajtim. Edhe në varësi të moshës që thatë pak më parë, por edhe sigurisht në varësi të deviacionit ka të bëjë edhe kjo. Po, ka të bëjë edhe deviacioni, por
Fillimisht mund të stepen, kur vinde ne ju rekomandojmë që duhet të bëjë një ndërhyrje kirurgjikale. Për shembull, mund të tremben nga pjesa e anestezisë së përgjithshme, kështu që mund të fillohet me një terapi medikamentoze, me dekongestionant nazali quajmë ne, janë sprej në hund të cilët i përdorin individët për të ulur pak simptomat, por sigurisht duke qenë se është një pengesë mekanike, ato janë thjesht të përkohshme momentin që medikamentet mbarojnë së përdoruri, fillon përsëri ai cikli i vështirësisë që është e pashmangshme pjesa e finales që është ndërhyrja kirurgjikale. Ndërhyrja kirurgjikale, le të vijmë tek pjesa e ndërhyrjes kirurgjikale. Doktoresha, çfarë specifikash dhe çfarë duhet të dinë pacientët për këtë ndërhyrje? Ndërhyrja kirurgjikale bëhet me anestezi të përgjithshme. Një herë është e padiskutueshme, nuk mund të realizohet dot me anestezi lokale, patjetër që para se ne të vendosim për ndërhyrjen, bëjmë një check-up të përgjithshëm të organizmit, duke parë funksionin e gjitha organeve, bashkë me anestezisin që do të marrë përsipër bërjen e anestezisë, shikojmë protokolli, po, ky është protokolli. Ditën e ndërhyrjes, pacienti duhet të jetë 6 deri në 8 orë pa konsumuar ushqim, as pikën e ujit, po cilësojmë, sepse ndonjëherë shqiptarët thonë, po një kafe kam pirë. Kështu që kjo do të mund t'i shtyjë edhe kohën e bërjes së ndërhyrjes. Si kohë zgjatje, është 30 minuta deri në 60 minuta, në varësi të defektit që mund të ketë septoplastikës primare që do të bëhet ose ndonjë mbivendosje që mund të bëjmë reduktim të kongave për të luar sa më shumë hapësirë dhe të kemi sa më mirë frymarrje kur të kemi të mbaruar ndërhyrjen. Në estetike, besoj. Në përfundim vendosen tampona, të cilat mbahen 48 orë. Shumë herë kur ka asimetri, përveç pjesës së septoplastikës, ne ju rekomandojmë jo për ta zbukuruar pjesën e hundës, por për t'i dhënë një funksionalitet maksimal, sepse nëse është devijuar septumi, një asimetri nuk mund të korrigjohet vetëm me septoplastik. Prandaj dhe u sqarojmë shpesh herë pacientëve që nuk bëhet vetëm për të bërë atë zbukurimin e hundës, por për të bërë një hund sa më funksionale, për të arritur tek ai 100% i artë, pra ajo standardi i artë i frymëmarrjes. Kështu që ndërhyrja, nëse është septoplastik vetëm, nuk është një ndërhyrje që të invalidizon, mund të jetë për 2-3 ditë, ndërsa nëse është për pjesën estetike, patjetër që kërkon pak më gjatë. Rehabilitimin, po thonë. Rehabilitimin, po. Dhe mund vijojnë normalisht, a duhet të ketë një trajtim medikamentoz pas këtyre ditëve, rekomandohet diçka tjetër? Një rutinë e përditshme që bëhet javën e parë vetëm me antibiotikoterapi dhe me disa sprej nazal që do të jenë në kontakt me mjekun. Nëse do jetë për ndërhyrje funksionale, do jetë paktën javën e parë në vëzhgim me ne, ndërsa do jetë dhe estetike, patjetër që është pak më e gjatë ndjekja. Por absolutisht asnjë lloj trajtimi, sepse qëllimi është ky, që ne të shkëputemi nga dekongestionantët. Unë kam pacient që e përdorin në mënyrë kronike, po e them me fjalën time. Kanë krijuar varësi tani. Kanë krijuar një varësi. Kam pacient që vinë dhe më thonë, doktoresha, unë nuk flet dot pa përdorur këtë sprain. Është i përnaçëm. Dhe arsyeja e bërjes së ndërhyrjes është pikërisht kjo, që ne të mos jemi më mendova një antibiotik apo diçka pas antibiotikët patjetër pas trajtimit. Pastaj absolutisht asnjë lloj rehabilitimi vjen pak nga pak, organizmi ka fuqi magjike për tu rikuperuar, kështu që. A duhet të përjashtohet dikush nga kjo kirurgji, një kategori e caktuar përveç moshës që u thatë? Po, në momentin që ne marrim vendimin për të bërë një ndërhyrje qoftë funksionale, siç është septoplastika, është ai check-upi preoperator që ne bëjmë. Nëse një pacient ka probleme madhore, kardiake, nefrologjike apo probleme hepatike të cilat nuk e lejojnë bërjen e anestezie të përgjithshme, atëherë ne ulemi me pacientin dhe bëjmë atë pros e konsin, çfarë lëm dhe çfarë marrim nga ndërhyrja kirurgjikale dhe çfarë lëm dhe çfarë marrim nga një anestezie përgjithshme. Dhe pastaj në fund, së bashku të tre kirurgu, anestezisti dhe pacienti marrin vendimin. Nëse vërtet nuk ja vlen për të futur, patjetër që nuk futemi në rastin të sëmundjeve kronike të vështira, të cilat nuk e lejojnë. Doktoresh, pyetja tjetër është, a ka raste që përsëritet? Nëse deviacioni bëhet në mënyrën e dur, jo.
Absolutisht, ja. Kur thoni në mënyrën e dur, ka shkallë gabimi edhe në këtë rast? Ka shkallë gabimi, sepse shpesh herë kur bëhet dekorrigjimi estetik dhe kirurgu nuk e njeh mirë undën, mundet që deviacioni mund të mos korrigjohet, ostotomit, ato thyrjet anësore që ne i bëjmë hundës mund ta zvogëlojnë akoma më shumë kavitetin nazal dhe deviacioni është prezent aty, atëherë bëhet më e vështirë frymarrja dhe shpesh herë kur nuk realizohet korrigjimi i septumit, sepse septumin ne e përdorim edhe për të marrë grafte për të bërë korrigjimet estetike. Kështu që nëse nuk realizohet kjo pjesë, atëherë pacienti me siguri që ka vështirësi në frymarrje pas ndërhyrjes kirurgjikale. Vetë pacienti, a duhet të ketë një kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, po themi të rikuperimit? Po, java e parë rikuperimit patjetër që është një javë ku nuk duhet bëjë aktivitet të shtuar fizik, patjetër, në rastet të veçanta kur mund të ketë tendenca për hemorragjira, atëherë ne i themi që duhet të jenë të kujdesshëm, mos bëjnë udhëtime jashtë shtetit me avion apo të ngjiten nëpër lartësi, kështu që kjo është pjesa vetëm atë javën e parë të ndërhyrjes. Nëse do jetë pastaj për pjesën estetike, patjetër që kozjatja e rikuperimit është pak më e gjatë dhe ne i rekomandojmë që të jenë të kujdesshëm dhe të na ndjekin në këshillat tona. Cilat janë ato këshilla? Këshillat për pjesën estetike do të ishte shumë mirë që të mos përdorim sytet e diellit për shembull, është një nga ato këshillat që ne i themi, sepse mund të na krijojnë probleme te pjesa e dorsumit, mos ekspozimi në diell apo në vende të cilat kanë rezatime, kështu që këto pjesën e rikuperimit patjetër duhet të jenë të kujdesshëm dhe të na ndjekin në këshilla. Pastaj për pjesën tjetër asnjë gjë nuk ka problem, ndërhyrja estetike dhe funksionale vetëm i sjell të mira nga ana e frymëmarrjes dhe pse jo nga ana vetë vlerësimit, kështu që nuk ka asnjë lloj mirëqenie, shëndet, vlerësim. E gjitha bashkë, asnjë lloj kufizimi nuk u shkakton. Ishte shumë kënaqësi doktoresh, ndam këtë minuta së bashku edhe për shikuesit tanë, për këshillat dhe informacionet e tepërta që kemi ndarë së bashku. Ishte kënaqësi vërtet dhe uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ne do të ritakohemi në emisionin e radhës me një tjetër të ftuar dhe tematika të përzgjedhura enkas për ju. Bashkë mirupafshim.